Kjo javë ka nisur me motë të paqëndrueshëm të gjithë qarkun e Kukësit, i shoqëruar me rreshtje shiu dhe temperatura më të ulta se zakonisht për këtë periudhë të vitit. Sipas parashikimeve të meteorologëve, kjo situatë atmosferike pritet të vijojë edhe gjatë ditëve në vazhdim, duke sjellë një fillim tipik pranvere me alternim të rreshtjeve, vranësirave dhe intervaleve të shkurtra me kthjellime. Sipas shërbimit meteorologjik shqiptar, dita e mërkurë pritet të jetë një nga më të paqëndrueshmet e javës, pasi rreshtjet e shiut do të intensifikohen dhe priten të jenë më të dendura, ndërsa në vërtësi mbi 1000 metra parashikohet rikthimi i rreshtjeve të dëborës, një tregues i qartë i ndikimit të masave ajrore të ftohta që kanë përfshirë rajonin. Në zonat malore të qarkut Kukës, temperaturat minimale do të zbresin ndjeshëm, duke krijuar kushte për motë të ftohtë dhe rreshtje të përzira. Megjithatë, sipas sinjaleve të fundit të sinoptike, nga fundjava e parë e muajit prill, moti pritet të jetë me një përmirësim gradual. Ndryshimi më i ndjeshëm pritet të regjistrohet pas datave 10 deri në 12 prill, ku sipas parashikimeve pritet rikthimi i të ngrohtë të vërtetë, duke sjellë më në fund ndjesinë e shumë pritur të pranverës.